I nderuar kryetari i Bashkisë Kavaj, zoti Fisnik Qosja. I nderuar presidenti i Qendrës së Trajnimit Detar Oqeanik, zoti Krenar Gjoni. Të nderuar detar, veteran, pensionist dhe detar aktiv, të nderuar familjar të detarve, të nderuar miq. Mirë se keni ardhur në aktivitetin Dita e Detarisë Kavajase, që zhvillohet për herë të parë në qytetin e Kavajës nga shoqata kombëtare detare Adrion në bashkëpunim me Bashkinë e Kavajës dhe me mbështetjen e sponsorit kryesor Qendrës së Trajnimeve Profesionale për fushën e detarisë oqeanik. Sot jemi mbledhur për të nderuar një traditë dhe njerëzit që e kanë ndërtuar atë, për të kujtuar një traditë dhe brezat e detarisë Kavajase që kanë shërbyer në flotën tregtare detare shqiptare dhe për të ruajtur ndër breza kujtesën dhe vlerat e kësaj historie. Për të nisur këtë ceremoni, ju ftoj të gjithëve të ngrihemi në këmbë për ekzekutimin e himnit kombëtar. Në këtë ditë të veçantë, kujtojmë edhe detarët që nuk janë më mes nesh dhe që kanë lënë gjurmën e tyre në historinë e detarisë shqiptare. Ju ftojmë të mbajnë një minutë heshje në nderim të detarëve të ndjerë. Ju faleminderit. Tani kemi nderin të ftojmë për fjalën e tij ceremoniale kryetarin e shoqatës kombëtare detare Adrion, zotin Hamdi Domi. Ai do të na përcjell mesazhin e kësaj dite dhe do të sjellë në vëmendje kontributin e brezave të detarëve Kavajas në historinë e detarisë shqiptare. Ju lutem ta mirpresim ato me duar trokitje. I nderuar zoti Fisnik Qosja, kryetari i Bashkisë së Kavajës, i nderuar zoti Krenar Gjoni, presidenti i Qendrës Trajnimit Profesional në fushën e detarisë oqeanik, të nderuar kolegë detar, familjar të detarëve, miq dhe të ftuar, zonja dhe zotëri. Është një nder dhe emocion i veçantë që sot, në emër të shoqatës detare kombëtare Adrion, t'ju uroj mirëseardhjen në këtë aktivitet kushtuar ditës së detarisë kavajse, një ditë që i kushtohet kujtesës, historisë dhe krenarisë së një kombi që ka dhënë kontributin e çmuar në detarinë shqiptare. Sot nuk jemi mbledhur thjesht për një aktivitet ceremonial, por për të rikthyer kujtesën kombëtare historinë e dhjetrave detarësh të Kavajës, të cilët për dekada shërbyen me profesionizëm në flotën tregtare detare shqiptare, duke përfaqësuar me dinitet vendin tonë në mbar portet e botës. Shumë prej tyre kaluan jetën në det, larg familjes, përballë vështirësive dhe sakrificave të mëdha. Ata ishin ambasadorët e parë të Shqipërisë në botë. Dhe me dinitet dhe profesionizmin e tyre ngritën lart emrin e detarit shqiptar. Kur flasim për detarinë shqiptare, nuk flasim vetëm për anije dhe porte, por njerëzit që i kanë shërbyer atyre. Kavaja kanë nxjerrë një numër të madh kapitenësh, oficerësh, kryemekanik, mekanik, motorist, elektromekanik, radiooperator, nostroma, marinar, kuzhinier, kamarier, mjek dhe ndihmës mjek, të cilët kanë lënë gjurmë të rëndësishme në historinë e detarisë shqiptare. Gje rastin për të përmendur disa nga këto emra sipas sektoreve që kanë kontribuar. Në drejtimin e anijeve, kujtojmë me respekt kapitenët Sulejman Curri,
Mehmet Argaxhiu, Hajri Curri, Vladimir Beja, Hamid Argaxhiu, Met Kala, Ibrahim Belba, Idris Byku, Fatmir Balla, Tahir Lusha, Besnik Deda, Skënder Kaplani, Qemal Alia, Fadil Thaçi, Eduard Kaja, Petrit Cila, Fiqeret Hoxha, Besnik Hajdini e tjerë. Në sektorin makinerisë, si kryemekanik, mekanik, motorist, elektricist, inxhinier Mehmet Ypi, inxhinier Agim Berberi, Vullnet Mustafa, Dorim Tabaku, Agron Curri, Kadri Dakoli, Zoj Stefa, Daud Troplini, Eqerem Biturku, Idajet Gjyqeri e tjerë. Në detyrën e shërbim si në guvert, si është Nostromo Marinar, Delaver Menga, Ylber Daiu, Kujtim Daiu, Harun Kiku, Shpëtim Lala, Faj Ceapi, Mihal Kote, Zydi Bagoj, Ramazan Curri, Galip Hyka, Murat Kaja, Agron Kuqi e të tjerë. Në sektorin e kuzhinës, Sul Doqje, Azem Vogli, Azem Biturku, Vlash Nushi, Baram Zeneli, Martin Gagu, Artur Foca e të tjerë. Në shërbimin e shëndetësisë, Vahid Reçi, Riza Sinani, Fadil Tafani. Lista nuk është e plotë, se për arsye kohe nuk mund të përmendim të gjitha emrat. Por duhet të theksoj qartë, mos përmendje një emri nuk e zvoglon vlerën e askujt. Çdo detar kavajës ka vendin e tij në këtë histori. Çdo emër dhe çdo kujtim për pjesën e trashëgimisë son detare. Fatkeqësisht, një pjesë e kësaj historie nuk është dokumentuar sa duhet në të kaluarën. Shumë emra nuk janë përmendur dhe shumë prej tyre nuk jetojnë më për të dëgjuar mirënjohjen që meritojnë. Prandaj ky aktivitet ka një mision të qartë, të ruaj kujtesën historike, të evidentoj kontributin e detarëve kavajës dhe të përcjell brezëve të ri vlerët e profesionit të detarit. Brezi i ri ka detyrën të vazhdojë këtë traditë, duke marrë jo vetëm njohuritë, por edhe vlerat e paraardhësve. Sot përulemi me respekt para kujtimit të gjithë detarëve që nuk jetojnë më. Ata mbeten pjesë e historisë tonë detare dhe identitetit tonë kombëtar. Kontributi i tyre nuk do të harrohet. Një mirënjohje veçantë shkon për detarët veteran që janë sot mes nesh. Ju jeni dëshmitarët e gjallë të një periudhe të lavdishme dhe përvoja juaj është një pasuri që duhet ruajtur dhe transmetuar. Shoqata Detarët Kombëtare Adrion ka marrë përsipër misionin të bashkojë komunitetin detar shqiptar, të dokumentojë historinë e tij, të mbrojë interesat e detarëve dhe të promovojë traditat më të mira të këtij profesioni. Përveç se detarëve kavajës, nuk mund të lejt pa përmendur kontributin e qytetarëve kavajës që kanë shërbyer në sektorë të tjerë që kanë lidhje me detin, si në flotën detare ushtarake, në portin detar të Durrësit, flotën e peshkimit, kantierin detar dhe sektorët e tjerë të ekonomisë detare. Kudo kanë treguar profesionizëm, disiplinë dhe përkushtim. Sot nuk nderojmë vetëm individ, por një traditë të tërë detare. Ky aktivitet është një hap i rëndësishëm në këtë drejtim. Ne synojmë që dita e detarisë kavajse të mos mbetet një ngjarje vetme, por të kthehet në një traditë të përvitshme, ku nderohen figura të reja dhe pasurohet historia jonë detare me dokumente, fotografi dhe dëshmitë të reja. Por duhet të theksoj që aktivitetet e tilla nuk mund të realizohen pa mbështetjen e institucione dhe kompanive private. Dëshiroj të falenderoj Bashkinë e Kavajës, në veçantë kryetarin e bashkisë zotin Fisnik Qosja dhe nënkretarin e saj zoti Genzin Gjylçeni për bashkëpunimin dhe mbështetjen institucionale, duke na vënë në dispozicion kinemanë e qytetit, si dhe infrastrukturën nevojshme për një aktivitet të tillë. Kur institucionet bashkëpunojnë për ruajtjen e trashëgimisë historike, fiton e gjithë shoqëria. Një falënderim i veçantë i drejtohet sponsorit kryesor qendrës së trajnimit profesional në fushën e detarisë oqeanik me vendodhje në Kavaj dhe presidentin e saj zotit Krenar Gjoni për mbështetjen e çmuar dhe kontributin në realizimin e këtij aktiviteti. Ky është një shembull i përgjegjësisë sociale dhe përkushtim ndaj komunitetit detar. Gjithashtu duhet të falenderoj detarët Kavajës, si Eqerem Biturku, Dilaver Menga, Shpëtim Lala, Besnik Dedja, si dhe qytetarin Kavajës Vladimir Rakli, që kontribuan në zhvillimin e këtij aktiviteti. Një pjesë e rëndësishme kësaj dite është dhe ekspozita e përgatitur me kujdes. Ajo paraqet historinë e flotës tregtare shqiptare, nga barkat prej Druri deri te anijet moderne që kanë lundruar në detat dhe në oqeane. Janë përfshirë dhe fotografi të disa ekipazhe që kanë shërbyer në këto anije. Një vend i veçantë u kushtohet 2 stendeve të detarëve Kavajës, me emrat dhe fotografitë e tyre ndër vite. Këto stenda nuk janë thjesht ekspozit,
por kujtesë dhe dëshmi historike. Shpresojmë që me kalimin e kohës të pasurohen mëtej me emra dhe dokumenta të reja. Një moment i veçantë do të jetë dhe ndarja e certifikatat mirënjohës. Ata u jepen detarëve aktiv, pensionistë dhe respekt të veçantë detarëve që nuk jetojnë më nëpërmes familjarëve të tyre. Kjo është një mënyrë e thjeshtë, por e sinqertë për të thënë faleminderit për punën, sakrificën, për kushtimin. Sot ne ndërtojmë një urë mes 3 brezave. Brezit që krijoi historinë, brezit që lundron sot në detet dhe oqeane, dhe brezit të ri që po përgatitet për të vazhduar këtë traditë. Historia nuk jeton vetëm në libra. Ajo jeton në kujtesën e njerëzve, në sakrificët e tyre dhe në respektin që ne u tregojmë. Le ta ruajmë këtë trashëgimi me krenari. Le ta mbështesim brezin e ri të detarëve shqiptar dhe le të punojmë së bashku që historia e detarisë shqiptare të mos u mbas kurrë. Në emër të shoqatës së Drion, shpreh mirënjohjen për të gjithë detarët Kavajës, ato që janë mes nesh dhe ato që nuk jetojnë më. Kavaja ju kujton me mirënjohje. Detaria shqiptare ju nderon, historia nuk do t'ju harrojë. Ju faleminderit. Ju faleminderit zoti Domi. Tani kemi kënaqësinë të dëgjojmë për përshëndetjen e kryetarit të Bashkisë së Kavajës, zoti Fisnik Qosja, i cili ka mbështetur dhe bashkëpunuar në realizimin e kësaj veprimtarie. E mirëpresim. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që më ftuat, më bët pjesë të këtij takimi. Shumë signifikativ, takim jo si të gjithë tjerët, takim shumë i veçantë, sepse jemi mësuar që bëjmë takim me mësues, me doktora, me inxhinierë, por kjo është një takim realisht i vyer për qytetin e Kavajës, sepse Kavaja ka lidhje realisht, ka lidhje me detin, po të ishe marinar në ato vite ishte shumë e vështirë, për shkak të edhe sistemit që ishte në Shqipëri. Pra ti ishe komplet në 2 botë ndryshme. Ti shifje një botë ndryshme atje dhe një botë krejt tjetër këtu. Pra besnikëria, fisnikëria e një marinare që do të ishte i sinqert, do të ishte besnik, rinte me mikun, me shokun, me kolegun, me muaj tërë në mes detit, dhe do të ishte besnik ndaj shokut, ndaj shoqërisë këtu që ishte në qytetin e Kavajës, dhe ndaj atyre punëve dhe detyrave që kishte marrë përsipër për të ushtruar jashtë shtetit. Kjo tregon një besueshmëri, një karakter të jashtëzakonshëm, që realisht çdo Kavajës e ka në çdo detyrë, në çdo punë që ka bërë, por tishe marinar është krejt tjetër. Paktën çka kemi lexuar dhe ç'na kanë thënë. Faleminderit ju, ne ju përulëm me ju që na e mundsuat, por sot unë jam i bindur që vitin që vjen ne mos ta festojmë ditët e detarisë, mos i festojmë më këtu në ambient mbyllur, por ne të ngrejmë një memorial në parkun e qytetit. Unë do t'i propozoj Këshillit Bashkiak që ditën e hënë, që vitin që vjen, edhe aty të shkruan emrat, pastaj do të diskutojmë për anën teknike, do të diskutoni si ta doni ju, domethënë. Do t'i propozoj Këshillit Bashkiak që të ngrejmë një memorial dhe të gëdhenden gjithë emrat, gjithë ato aktivitetet, gjithë gjërat që në çdo vit të jetë i përvitshëm, pra nuk ka rëndësi pse se kush është kryetar bashkie, por në çdo vit të jetë traditë që çdo qytetar i Kavajës, çdo brez që lind të mësohet që në Kavaj kanë qenë ca burra të mirë dhe kanë qenë ca njerëz që realisht kanë ngretë vlerat e qytetit, kanë ngretë vlerat e Shqipërisë, vlerat e flamurit që kanë përfaqësuar nëpër Europën, nëpër botë. Faleminderit shumë, mbillojmë shumë mirënjohës. Zoti kryetar, ju faleminderit për përshëndetjen dhe mbështetjen tuaj. Tani vijoj me disa diskutime nga të ftuarit tanë, të cilët do të ndajnë me ne kujtime, përvoja dhe vlerësime mbi historinë dhe traditën e detarisë kavajase. Ftoj së pari inxhinierin zoti Mehmet Ypi, së dyti historianin zotin Xhafer Xhihani, së treti kryetarin e shoqatës detare Durrës zotin Besnik Dedja dhe së katërti sponsorin kryesor të aktivitetit zotin Krenar Gjoni.
Mirëmbrëma të gjithëve. Ju falenderoj për pjesëmarrjen e gjithë zotërisë që kanë ardhur. Për mua është një emocion i veçantë për disa arsye. Arsyeja e parë është sepse unë jam një njeri që kam lindë Kavaj. Kam kalu fëminin, kam kalu rinin këtu, edhe vite më mrapa pastaj detyeroj puna që të shkoja në Durrës. Por kujtimet nga Kavaja janë breslënëse. Unë duhet të falenderoj ato që organizuan këtë takim, që për mua është shumë domethënës, zotin Gjoni, kryetarin, i cili edhe i ka dhënë kontributin e vetë me gjithë se tregohet modest, po unë vi në Kavaj, vi shpesh, sepse duke qenë Kavajës, më takon në rastit vi shpesh. Edhe dy fjalë desha t'ja them kryetarit, jo për servilizëm, por sepse ai meriton. Kavaja ka ndryshu. Jo vetëm fjalët e mira që thonë për të, por edhe punët që bën ai janë punë me të vërtetë për t'u lavdëruar. Unë shikoj që këtu kanë ndryshu rrugët, kanë ndryshu trotuarët, rrugët e reja që janë bo me cilësi. Edhe këto janë gjëra që Kavajës do të ngelen nesër, me siguri, kupton? Unë di se si kam punuar atë përpara dhe prandaj them. Jam nga ato që jam marrë dhe vetë me ndërtim, kështu që e vlerësoj atë punë. Tani, desha të bëj një pasqyrë të flotës tregtare, se si ka ecë zhvillimi i saj ndër vite. Me njëherë mashtrimit, nga shteti shqiptar u bë sekuestrimi i gjithë anijeve, barkave që ishin atëherë. Ato ishin anije druri, anije primitive, por ama ato kishin punu edhe tregtime Italinë në kohën e luftës me ato anije u bë. U privatizuan këto anije dhe fillimisht u kriju një ndërmarrje e cila përfshinte flotën tregtare që do ndaheshe më vonë, portin edhe kantierin. Domethënë një ndërmarrje i bën të gjitha. Me kalimin e viteve, në mas viteve 50, shteti filloi të marrë disa anije. Edhe ato anije që erdhën ishin anije sigurisht moderne. Kështu që u morë Sazani, u morë Butrinti, këto ishin anije 700 tonëshe. Edhe më vonë pastaj u morë dhe anije Teuta. Këto Teuta ishte 1200 tonëshe, diçka e tillë. Edhe ishin anije të prodhuar në Itali, shumë të çrësore se sa ato barkat e dronit. Përveç kësaj, u morën edhe si dëm shpërblim lufte, anije Dajti. Edhe anije Dajti që anije që e morëm nga gjermant, që anije luftarake dikur atje, e konvertuan e bën anije tregtare edhe vënë punë. Pastaj, me kalimin e viteve, nga shteti fillon të bleshin anije, edhe këto kryesisht të blenë Poloni. Bëhet fjalë, domethënë, mas viteve 58-59, u blenë Liria, Partizani, këto ishin anije të reja, edhe më vonë Durrësi. Ishin anije nga 3500, kurse Durrësi 4500 tonë. Për fat keq u blenë anija vullore, sepse ai dinin ato që i bën porosit, por ama këto ishin anije që shtun shumë, ndjeshëm kapacitetin e flotës tregtare. Në këtë kohë pastaj kishte vite që flota ishte ndarë nga porti, po ashtu u kriju edhe kantierit detar, të cilët janë sigurisht ndërmarrje që do i shërbejnë njëra tjetrës. Më vonë pastaj u morën dhe anije të tjera. Edhe anije që u morën që ishte edhe më moderne nga gjitha, ishte anija Arbëria. Anija Arbëria u morën në vitin 1978 në Korrik. Unë kam qenë një nga ato që kam shku me marrë atë anije, edhe kam qenë nga ato që e vurën punë. Fillimisht si mekaniku parë, pastaj si kryemekanik i asaj anije. Kam punu aty deri në vitin 1983, më pas shkova ndek teknike, punova disa vite aty, domethënë nuk jam shput nga flota tregtare. Edhe në vitin 1988 kam fillu punë te anija Vlora. Te anija Vlora kam punuar deri në vitin 1992. Ju mund të shifni atë eksodin që del këtu, edhe atë e kam pa të gjithë, domethënë unë
kam qenë kryemekanik i Anijes Vlora, tamam në 8 gusht të vitit 1991. Kemi pas 20.000 veta ditë në Anije. Edhe për fat keq i kishim hap motorin kryesor, ne ishim pa ditur se ishim që fare. Askush në lajmëroi që diçka donote. Unë kisha hap motorin kryesor, ishte pistoni, po pistoni Anijes Vlora ishte 1 metër me 2 metër e gjysmë i lartë. Edhe peshonte me tonelat, kuptoni? Edhe atë ditë ngela edhe pa njerëz, më kishin ikë gjithë. Shqyqyr që kishte gjeta njëre, domethënë që kishte ngel në Anije, që Markërtusha e quajnë, jo ai këngëtari, ky ka pas luajt me Durrësin basketboll. Edhe të dy e myllën pastaj motorin. Ama e kemi myllë në kërcënimin e armëve. Qofse keni gjuar atë Gazmushën që ka qenë portieri i Tiranës, ai merret me pistolet, kishte edhe një me vete aty ai me kallash. Kallashin e kishte marrë atij ushtarit aty poshtë, kupton, edhe më kërcënuan, do më ishin qafe. Unë know what is bus, edhe kështu e kaluam atë, ato pastaj e kuptuan si ishte problemi se i çove me pa motorin, i thash ore, shikoni se ky motor do myll. Po doni me vra mua shumë kollaj, domethënë. Edhe në atë moment, domethënë, kemi ne disa orë, mund kemi punuja 4-5 orë dhe mbyllëm motorin. Unë nisëm drejt Brindesit. Kur arritëm afër Brindesit, ajo kapiteneria e Brindesit na thotë, shiko, nuk keni me hyt dot këtu, thotë, po ju presin bari. E u detyruam pastaj nga Brindisi, mirë po ecim me xhiro të reduktuar sepse motori ishte me probleme, unë e kisha mbyllur sa për provizorisht. Shumë bari pastaj, edhe bari pastaj jo keni pa ato, besoj ju keni gjuar nga njerëzit e juaj. Aty u zbarkuan njerëzit, kanë qenë rreth 20.000 vet. Edhe keqja ishte sepse ato i kthyen pothuajse shumicën. 90% atyre i kthyen mbrapsh. Ato ditë domethënë që ato ktheheshin me avione luftarak, kanë qenë ditë përvoluese, një vabe jashtëzakonshme. Njerëzit që po vdishin për ujë atje, edhe kujtohet që më tha njëri, domethënë, shteti italian është sjell shumë keq. Aty ishin ato karabinierët që hudhin e i shishe ujë dhe filmonin kush do e kapi. Domethënë, merrem me se çfarë situate ishin ato njerëz atje. Por desh Zoti që nuk pati viktima të tjerë. Por ama një të vdekur në Anije e kishim ne aty kur arritëm. Përveç atyre tjerëve që janë sakatuar këtu kur nisëm nga Durrësi. Desha të tregoj këtë sepse kjo është një gjë e veçantë që ju besoj se e keni ngjuar një herë, kjo është historia reale, domethënë, se si ne shkuam deri në Bari. Atje na erdhën ato autoritetet, ishte një general bile, edhe e pyes atë, i thashë, çfarë ta bëni me këta njerëz, se këta gjinop? Ai ngreti supë dhe më tha, çfarë mund të bëjmë tha me këta njerëz? Domethënë që do t'i kthejmë. Merret shumë keq, por pastaj njerëzit vazhduan jetën e vet, u kthyen në Shqipëri edhe koha bëret vetën. Tashi unë nuk do të le pa përmend disa gjëra këtu. Jeta në Anije nuk ka qenë, si thuash, e lehtë. Ka smirat edhe ato të këqijat e veta, por ama ajo që ne na mbante ishte puna në kolektiv. Edhe tradita, domethënë neve në Anije e kishim edhe si punë shkolle. Asnjëherë nuk është se domethënë që gjithë ekipazhi, siç bëhet sot për shembull, sot në gjithë botën kështu aplikohet. Ikën një ekipazh, vjen ai tjetri, edhe bëhen kështu domethënë, që nga kapiteni deri ke marinari. Ndërsa ne kur lëvizte njëri prit se do të vinte një tjetër, kupton, edhe bëhesh si shkolla ajo. Kështu që neve fal kësaj punës në vazhdimsi, neve nuk kemi pas probleme. Me përjashtim të Anijes Mati, domethënë që është mbyt në Romani, neve s'kemi pas asnjë problem tjetër, domethënë. Edhe po të ndigjoni këtu nëpër lajme që ashtu janë mbyt postale, janë mbyt Anije të reja. Pse? Sepse nga pakujdesia. Kjo që ne nuk ndodhe. Kjo nuk ndodhe edhe për shumë arsye, domethënë se ne përveç asaj ne ishim serviuar, ne ishim çdo Anije kishte 4-5 spiuna në Anije aty, kupton? Ata i caktonte sigurimi. Dihesh ajo punë. Edhe ato ishin që nuk i lëvizte njeri. Pjesa tjetër pastaj ne njihshim kush ishin ato,
edhe mundoheshim të runim, por ama punën e shtetit e kemi bo. E kemi bo me përkushtim, me pasion, edhe përveç që asaj punës normale, dhe më thënë që bëhesh edhe atëherë në çdo normale, neve punonim shumë të tepër. Kjo sepse kishim jetën të lidhur me anijen, edhe po ta gjente gjë anijen, të myteshim edhe ne, kupton? Edhe tjetër sepse e kishim, domethënë punën pothuajse si në anijet ushtarake. Ajo kërkesa e llogarisë, ndarja e punës, programimi, e gjitha këto domethënë ndodheshin në vazhdimsi. Tash unë këto desha të them, te ne duhet përmend edhe dy gjëra, domethënë që janë për mua janë kujtime. Neve për fat në flotë tregtare kemi pas drejtorë të mrekullueshëm. Duke filluar qysh nga Qemal Hate, ai megjithëse ishte skarpari, e njifte tetin, i njifte njerëzit, ka qenë njeri shumë i mirë. Më përpara atij ka qenë Barem Thermia, edhe ai Dursak, njeri shumë i mirë. Edhe Petrit Mythiu, këto drejtorë që kam hasur, domethënë, ishte njeri shumë i mirë. Njeri më i mirë se sa tjetri. Kështu që unë dua t'i kujtoj me respekt të njerëz. Unë kam punu pastaj edhe privat. Anijet, sepse në vitin 92 deri 94 kam qenë edhe drejtor i përgjithshëm i flotës. Ka qenë qeveria e parë demokratike. Edhe unë si punonjës aty më dhimbis në anijet edhe jam munduar t'i mbaj gjallë ato anije. Me çdo mundësi që mua mu kriju, domethënë, unë i rrita shpërblimet njerëzve, sepse në kohën e verët ne pothuajse s'merreshim asnjë gjë. Atëherë thoshe, marinarë si ç'a bëjmë, por ne sot e dim vlerën, ne mirëshim 20 cent dollarit ditë, kaq ishte. Sepse gjoja na ipshin 0,9, por ama nuk e llogariteshim me ditë fikse, domethënë ti rrije në ditë atje, ai thoshte 3 ditë ja pun diet. Kështu që ne faktikisht pothuajse s'merreshim diet fare. Ne vetëm atë ushqim, se dikush të llogarisë edhe ushqimin, po ti llogarisësh marinar me ushqimin është gjë kështu. Edhe kjo është ajo që desha të them unë, domethënë. Në mbas për fat keq, domethënë, mbas vitit, mbas ikjes time, domethënë 94, unë nuk pranova të privatizoheshin anijet siç u privatizuan më mbrapa, domethënë, ato pothuajse u falën njerëzve, pa asnjë lloj enkanti, pa asnjë lloj drejtësie. Bile në kohën që qesh unë shitën një anije dhe unë ja ktheva prap shtetit atë anije, që anije Saranda. Nuk duhet përmend emra, domethënë, por ama unë ja hodha në gjyq shtetin shqiptar edhe ja ktheva prap anije shtetit. Sa qesh unë nuk shitën atë, se s'ja majti. Me ikën time brenda 6 muajve i shitën gjithë anijet. Edhe mu më bën presion atëherë, po unë, domethënë, arsyeja që ishte kjo, sepse jo vetëm që nuk po më dinin punën që po bëja, po më bësh shahasën me të gjithë. Këto të përdës keq, këto të përsës keq, ama unë zdia ku isha. Edhe më në fund pastaj dhash dorëheqjen. Unë kam kërku 2 herë me dhanë dorëheqjen, edhe në fund ika. Edhe ika me faqet bardhë. Ai që erdhi mas me, brenda 6 muajve i shiti gjitha anijet, edhe nga frika pastaj u arratis edhe sot është në Amerikë. Kështu që këto janë histori, domethënë, edhe për detarin pastaj unë edhe 2 fjalë, unë kam punuar 2 vite më mbrapa në drejtorinë e përgjithshme detare, edhe munduar që të bëj një gjë, domethënë, për detarinë shqiptare, por ama kohët që kishin ardhur, punët ishin shumë keq, domethënë, ishte e pamundur. Korrupsioni është i plak që ka filluar herë, domethënë, tash është në përmasa galopante, por ama qysh atëherë ka filluar. Unë i kam provuar në korrizë ato. Edhe një herë faleminderit për radhë, ndoshta nuk besoj se u mëzita. Dita, ju përshëndes gjithëve, sidomos bitë kavajës që kanë qatë dete oqeane, kanë majtë në zemër flamurin shqiptar që shikoni çdo ditë
dhe janë paraqitur në gjithë portët e botës si misionarët më të mirë që ka pas Shqipënia. Falenderoj në radhë parë gjithë organizatorët, kryetarin e bashkisë, zotin Gjoni, sponsorët, veçanërisht ai që më bën e ftesë të thirrje zotin Shefqet Kërcelli, me cilin bëjsha çdo ditë për të shkuar Shefqetin punën e tij dhe unë mësues të fshat. Bëshin disa kilometra bashkë. Me mëndjim kam edhe ndjeja që më vind vetë para se të flasë për njerëzit që kanë kontribuar këtu, kushëri kam pas shumë, shokun tim nga klasa parë fillare deri në matur të paharrueshmin, Hajri Curri, kam pas nxënësin tim, është sot gjallë, me sa kuptoj dhe ka pa në foto, kapitenin Petrit Cila, nxënës 4 vjetë. Nga këto detarët, unë jam njoh shumë afër, sepse pjesë që u futën punë ishin afërsisht moshës teme, ose pak më të ri. Unë i dija mundimet e tyre, edhe e kam quajtur personalisht punën e detarit, një llojit me vështirësi që ka një ndërtues, me shumë sakrifisa, me shumë përmallje për vendin. Kanë qenë shumë dashur, gjithë, pothuajse sa kam njoft, shumë të afërt, shumë kavalierë, dhe kryen dhe hallë të tjera që kishin kavajsit, kur kishin në dasëm ose donin diçka për pjesëtarët e familjes tyre, edhe na shifshin sikur të ishim ne vëllezërit e tyre. Tash kjo pjesa e kumtesës teme këtu është pjesë profesionale, është historik. Kam bërë diçka mbi historikun e detarisë së Trevës Kavajës, mbi ngjarje që ka ndodhur që nga 1000 vjeçarët, mbi 2000 vjet. Ndoshta nuk du të zgjatëm shumë, po në ma kërkon puna që të thejnë gjitha dhe është e farë kulturë që marrin edhe ne si qytet. Edhe thejmë që t'i bashkangjitet edhe nismë shumë të mirë që tha kryetari i bashkisë zoti Fisnik Qosja për një memorial ose për një diçka që mund ta organizojmë vetë njerëzit që merren me këto probleme. Edhe do jetë një stoli tjetër që do i vendoset qytetit Kavajës tek historia shumë e gjatë, afërsisht e Trevës Kavajës që është që nga koha e Neolitit, 5000 vjet përpara. Pra bashkangjitet dhe historia detare si histori jo e re, po histori shumë e lavdishme. Ky material historik, pa ne zbesoj të mërziteni. Straboni thotë brigjet e Adriatikut janë të ngrohta dhe pjellore. Deti Adriatikut është shkelur ose është punuar ose është ka arrit që të shquhet që nga periudha helenistike. Kjo është gjithë pjesa ujore. Më parë që është gjithë bregdeti perëndimor i Ballkanit, deti jon. Po në shekullin 8-6 mori emrin e një kolonie helene, Adria, është në pjesën veri perëndimore në afërsisht e territorit e Kroacisë dhe Slovenisë, aty është në zonë, si kolonia më e vjetër që i dha dhe emrin Adriatikut. Vjen mirë dhe shoqata kështu ka emrin Adrion, me sa një gjohë të pak të këtu. Ashtu. Pjesa e Kavajës është pjesa e një sipërfaqe detare jo të pakët, po dhe një gjatësi jo të pakët. Po ju kujtoj, 34 km gjys bregdet kemi. Bregdeti është edhe fushor, që ka plazhe shumë, po është dhe bregdet kodrinor. Me drejtim dinarik bregdeti kodrinor, nga pjesa Kalas Turrës e deri nga kepi i lagjit e deri në kepin e Barbautit, dhe pjesa tjetër, dy anët nga Barbauti e deri tek shkallmi i Kavajës është bregdet fushor, dhe nga gurët e lëmur e deri në Grydellën e Shkuminit është përsëri bregdet fushor dhe ka ato plazhet e shumta që ju dini më mirë se sa unë, nuk po i përmend. Historia e territorit Kavajës është histori që ka pas në të kalurat gjeologjike mjaft gjire detar.
ka qenë drejtimit dinarik, veri perëndim juglindje. E ato pjesët që shikoni ju në formë harqësh të kodrave që janë, duke filluar nga kodrat e Golemit, kodrat e Aganësit, janë kodrat që shkon deri në Gërmaj dhe deri rast Mligut, kodrat e Gosës edhe kodrat e Raguzës. Këto në kaluarën gjeologjike toka e Kavajës deri më sot pëson ngritje. Të quhen lëvizje orogjenike, nuk është nevojë të dini, edhe ato nga zona që ishin deti pranë, me tërheqjen e detit, me regresionin detar, u kthyen në zona fushare. U deshën 12 milion vjet që të krijosh fusha e Kavajës nga sjelljet e lumeve. Dhe kështu që është postu kufini detar i Kavajës. Tjetër, pjesa e Bregdetit është lundruar shumë herët dhe që nga koha i lirëve, ju dini që i lirët qoshin banorët e detit, shu qoshin për arsye të piraterisë që kishin profesionet të tyre në gjithë pellgun e Mesdhejut, besoj se kujtonin gjithë edhe nga historia e Shqipënisë, piratët Ulqinak, ato kanë qenë detarët më të zot që ka pas gjithë pellgu i Mesdhejut. Nga këto pjesë detarëve Ulqinak kanë ardhur banorët e Kavajës sot e Sajtite, ato përveç detarisë kryenin dhe punën e tregtisë. Kemi këtu fiset Kaiku, ka emrin e anijes Kaike, ishin nga anijet më të vjetra që ka pas, është fisi Dobjani, edhe ato tregtar të drithit, kanë ardhur shumë herët në Kavajës, si banorët Kavajës, rreth shekullit 16-17. Bregdeti i Kavajës ka 2 rryma detare, njëra është ngrohtë që vjen nga Grydera dhe Shkuminit, duke u nisur në drejtim veri perëndimit deri në Durrës, dhe tjetër nën të poshtë është rrymë e ftoftë, që vjen nga pjesa veriore e Adriatikut. Tashi, ato planet teknike, kripsia, temperaturat, i dini më mirë se sa unë se jeni marrë për ditë, por po i lexoj disa ngjarje historike. Shënimet e pare i kemi në vitin 627 para lindjes Krishtit, për Epidamin. Epidami është kalaja Turrës. Le thonë dursakët, po s'kan asnjë toponim që ka Epidami i vjetër. Është 300 vjet mas Dorrahu, është 300 vjet mas Epidamit. Ka shkruajt arkeologë shumë, përmenim Koçozhegu, ai që bëni zbulim në varrit Skënderbeut, me atë kemi bërë një ekspedit 15 ditore, në vitin 1997-1998, nxorën dhëna që janë mbi 2500 vjeçare. Durrësi nuk i ka dhënat arkeologjike, 2300 vjeçare, më shumë nuk i ka. Pra Kavaja, Epidami është 400 vjet më i vjetër se Dorrahu. Kjo është qyteti i parë antik në Shqipëri. Qyteti që ka vendi që ka kulturën më të parë qytetare, afërsisht 2700 vjeçare. Pastaj, mbasi shpërtheu lufta civile, rreth vitit 434, Epidami u dëmtu, njerëzit e lanë qytetin, edhe shkuan një pjesë popullon fillimisht portin e Durrësit, pastaj popullon kodën e Daudëve, kokomanëve që janë të sipër, edhe veni ishte me pyll. Ilirët i qunin tokën që lërohesh nga djegja e pyllit, rrah, ose treb, rrah e qunin. Fillimisht e prejnë pyllin ke pjesa portit, një rrah. Pastaj u shtu popullsia që erdh, u ngjitë ke kodra e Daudëve ose e kokomanëve që i thonë ata, edhe një rrah tjetër. U bashkuan të dy, formuan 2 rrahun. Është emërtim i Mirfill Ilir. Kjo është 2300 vjet përpara. Dhe mbreti i parë Dorrahu është nipi i djali i mbesës së Epidamnit, mbreti i parë që krijoi qytetin e Epidamnit në Kalan e Turrës. Tashi ato kanë pretendimet, ja shfol shumë, po zakonisht në periudhën e sistemit dikurshëm, Durrësi krahas aty në anëve tjera që e din vetën si bashkëlind ndaj Kavajës, ndaj trajtesës që bënë Kavajësve,
ka pas dëshirë që të rëmbedhet nga historia e Kavajës. Por, kjo histori nuk rëmbehet, çdo gjë shkon vetë, dhe ne do mundohemi që zbatojmë atë parimin, jepi Cezarit dhe te që i takon Cezarit. Ashtu. Tashti kemi disa toponime. Kavaja ka pas shumë dritare, më shumë se gjithë qytetet e tjera. Dritare nga deti, Kripari ose skela e Kripës, e keni gjuhë gjithë besoj, apo? Ashtu, një dritare. Dritare tjetër Kalaja e Turrës, 2 dritare. Dritarja e tretë ka qenë Kalaja Bashtovës, sepse edhe në atë kohë Lumbi Shkumbin kalate përbri Kalas Bashtovës dhe bash tregti. Më vonë do të marrin venecianët këtë tregti. Dhe Raguzini, me qenë se ishen në kontradikt Raguza dhe Venedigun për zotrime në gjire detare dhe për tregje, ato erë dhe qanin në përmjet Lumbin Shkumbin në Rogozhin, kjo sot, në ngeli fjala Rogozhin, nga Raguzini. Aty shfryzoni, ku përshkojnë kjo Raguzini dhe ishin 4 dritare. Për dritare tjetër nuk po flas sepse nuk është pjesë që ka qenë deti, është Via Ignatia, ku Kavaja ka pas afërsisht 26 km, 1/40 e Vijës Ignatia. Me këto dritare, të solë zhvillim Kavaje. Dhe shpeshherë ishte dhe pjesë e lakmisë. Në vitin 1181, Normandët, Bojmundët dhe të Guiskardit rrethuan Durrësin me 160 anije dhe 15.000 ushtarë. Po në këtë vit, Ana Komnena e bie e perandorit të Bizantit Alex Komneni shkruan Bojmundi kaloi bregdetin e Kavalionit. Bregdeti i Kavalionit është bregdeti i Kavajës. Kavaja që është Kavalion. Kështu ka paseme. Kavalja kështu ka paseme. Vendi kuajve. Roberti nga flonë, Roberti, pra Bojmundi, Roberti dhe Guiscardi, nga flota normane u shpartallua, bashkë me flotën raguziane që përkrahu Bojmundin. Me vitin 1204, kryzata solli domet të mëdha. Bregdeti i Kavajës do të kontrollohet nga Venedigu pak më vonë. Në vitin 1257-1258, flota e dinastisë gjermane e mbretit Siçelis, Manfred Hohenstaufen, pushtoi dhe bregdetin e Kavajës bashkë me rrethinët të cilët i sundoi deri në vitin 1266. Në vitin 1364, Karl Topia ndërtoi një flotë ushtarake në kepin e Melit, Kaput Meliarum, kepi lagjit që themin, është ai gjiri aty quhet gjiri Melisës, Melisa, është e bija e Epidamnit, është ai emërtimi vjetër i hershëm. Ankorimi i këtij në këtë vend nuk pajtohet me planet e Venediksit, sepse asaj mund të dëmtojë trafiku i anive të tyre në përbrigjet e Adriatikut dhe nuk e lejuan që të zhvillohet më tepër flotën. Në vitin 1393, Nikola Topia merr kepin e lagjit, rindërton kalan e Turrës dhe hap krypar në fushën bregdetare të Kavajës. Niket Topia mori zotrimin e fuqishëm të pikës strategjike të quajtur Mulir, të cilën e pohon dhe Hezei, ka qenë nipi Napoleon Bonaparte, historian që erdhi për të mësuar mbi historinë e Shqipërisë. Si Tur de Meshino, vendi që përket kullës së vrojtimit në kalan e Turrës. Tanush Topia zotron akoma kepin e lagjit dhe kryparen deri në vitin 20-30 të shekullit 15. Shekulli 13-14, në kryeqytetin e Shkumbinit ngrihet qendra tregtare e Vregu quhet ose Bregu që themi. V dhe B janë për shkak të rotacizmit, lëvizin si fjalë ose Bashtova. Dhe po në Shkumbin tregtarët raguzian përdoren si port të tyre Raguzinën ose Rogozhinën. Rreth vitit 1456 u ndërtu kalaja e Turrës, zbarkojnë kalan e Turrës trupat napolitane. Pas fushatës së suksesshme në Itali të Skënderbeut, kthehen në Arbrit duke zbarkuar në kepin e lagjit. Marin Baleti thotë, unë nis me njëherë nga brigjet e Apuljes dhe arriti bashkë me forcat e ushtrisë. Pjesërisht në një farë limani që quhet nga banorët kepi i lakut ose i lagjit. Këja dhe këja, po kështu janë
fjalë që lëvizin. Me 1481, Gjon Kastrioti bashkë me forcët e tij vjen në kepin e lagjit. Tashti e vështirë ka qenë viti 1917-1918, e ka marrë nga shkrimi i zotit Shefqet Kërcilli, që u mbytën në Bregdetin, pa në zonën në mes Durrësit edhe të Kavajës, 2 anije Benqens dhe anija tjetër Linzi, ku humbën jetën 2700 vetë në Linz dhe rreth 300 të tjerë. Trupët e tyre dilin në Bregdetin e Kavajës dhe Kavajësit i varrosin. Ju faleminderit që më ndihmovat. Mirëmbrëma të gjithëve, të nderuar organizator, përfaqësues të pushtetit vendor, drejtues dhe antar të shoqatës kombëtare detare Adrion, koleg detar të nderuar, familjar, pjesëmarrës dhe të ftuar. Është kënaqësi dhe nder i veçantë për mua, si biri i këtij qyteti, që në emër të shoqatës Detaria Shqiptare Dega Durrës të përshëndes këtë aktivitet kushtuar ditëve të detarisë kavajese. Kavaja dhe Durrësi kanë qenë gjithmonë të lidhura ngushtë me detin dhe me traditat e detarisë shqiptare. Brezat e tërë detarësh Kavajës kanë shërbyer me përkushtim dhe vetmohim në flotën tregtare, në flotën luftarake, në flotën e peshkimit dhe në institucionet e tjera detare të portit të Durrësit. Aktivitetet të tilla janë shumë të rëndësishme sepse jo vetëm nderojnë kontributin e detarëve të vjetër, por krijojnë dhe mundësinë që kjo përvojë, kujtesa dhe dashuria për detin të përcillet dhe brezave të rinj. Përgëzojnë në mënyrë të veçantë shoqatën kombëtare detare Adrion, respekt për kryetarin e Bashkisë Kavaj dhe të gjithë organizatorët dhe nismëtarët që bën të mundur organizimin e këtij aktiviteti, presidentin e Oqanik dhe të gjithë ata që mundësuan këtë aktivitet sa të bukur aq të rëndësishëm. Detaria shqiptare ka një histori për të cilën ne duhet të jemi krenar. Ka dhe një traditë që ne kemi detyrim ta ruajmë e ta promovojmë. Ju falenderoj dhe suksese në aktivitetet tjera. Mbrëma të gjithëve, faleminderit shumë për prezencën e juaj, ishte një kënaqësi e veçantë për mua. Kisha 2 arsye që të arrisha këtë moment për këtë organizim vlerësimi për qytetarët e Kavajës. Arsyeja e parë ishte se jam djalë i lindur dhe rritur në Kavajë dhe një pjesë të mirë të këtyre të përmendurit i njoh shumë mirë nga afër. Ana dytë ishte se unë po merrem me detin dhe po ndëgjoj shumë histori, shumë gjëra dhe kanë bëjë me shumë njerëz nga çdo rreth. Fati moll, siç thanë dhe besniku, që Kavaja është afër Durrësit dhe Durrësin e njohim gjithë për kryeqytetin e detarisë shqiptare. Kur themi kryeqytetin, aty lind historia, aty lind administrata, aty lind çdo dokumentacion, çdo vërtet lind nga detoria e përgjithshme e Durrësit. Për mua që një kënaqësi e veçantë, se sapo më njoftoi kryetari i shoqatës Hamdi Domi, shpreha disponibilitetin tim, me aq sa kisha mundësi, gjithmonë me bashkëpunimin e bashkisë që na vuni në dispozicion
një pajësyrë shumë të mrekullueshme që është më kryesorja, vendin, dhe pse jo ja kena borx atyre që përnenëm, që kam punu kaq sakrifica për qytetin e Kavajës, që i njoh dhe duhet ja shpërblej edhe respekt me kaq sa ka mundësi, me këtë event kaq të bukur. Qofshin të paharruar dhe shumë respekte. Faleminderit gjithëve. Të nderuar të pranishëm, tashmë kemi mbërritur në një nga momentet më të rëndësishme të kësaj dite, te ceremonia e ndarjes së certifikatave të mirënjohjes për detarët Kavajas. Ftoj në podium përfaqësuesin e Bashkisë Kavajë zotin Fisnik Qosja, shoqatën kombëtare Detare Adrion dhe qendrës së trajnimit detar oqeanik për të marrë pjesë në dorëzimin e certifikatave. Certifikata e parë e mirënjohjes shkon për detarin Sulejman Curri, i cili njihet si kapiten i spikatur dhe me kontribut të veçantë në flotën tonë tregtare. Certifikata pasuese i jepet detarit Hyçmet Arkexhiu, i cili njihet si një kapiten i veçantë, intelektual dhe kontribues në sektor të ndryshëm në flotën tregtare shqiptare. Kisha një falënderim për shoqatën, jam shumë emocionuar, me thënë drejtën, dhe më vjen mirë që mas 36 vitesh nga ndarja nga kjo jetë e babait tim, ai përsëri kujtohet me mirënjohje nga ky qytet, dhe unë i falenderoj pa mas, edhe në emër të familjes time i falenderoj edhe shoqatën kombëtare Detare Adrion, me që jemi në epokën e inteligjencës artificiale, unë kam përshtatur me shkrimin, me kaligrafinë e babait tim, një mirënjohje për këtë shoqat. Mirënjohje, ju falenderoj për vlerësimin dhe për kujdesën tuaj, për kontributin tim të vogël në detarin shqiptare. Hyçmet Arkexhiu. Është kaligrafia babait tim. Një mendim i momentit. Ju falenderoj. Certifikata e radhës shkon për detarin Hajri Curri, për kontribut të veçantë si kapiten i disa anijeve metalike të tonazheve të ndryshme në flotën tonë tregtare. Certifikata e radhës është për zotin Tahir Lusha, i cili t'i jepet për mirënjohje për kontributin dhe për kushtimin shumë vjeçar si kapiten në anijet e flotës sonë tregtare. Falenderoj të gjithë pjesëmarrësve për të kujtim të vllajtit. Faleminderit gjithëve. Certifikata e radhës i jepet detarit Mustafa Sqapi, i cili njihet si Nostramo me eksperiencë dhe përballues i lundrimeve të gjata me transoqeanikët tanë.
Certifikata e radhës jepet detarit Bajram Zeneli pas vdekjes si kuzhinier profesionist dhe shumë i kujdesshëm në trajtimin ushqimor të marinarëve gjatë lundrimeve detare. Certifikata e radhës jepet detarit Vladimir Beja si drejtues me vlera në Drejtorinë e Përgjithshme Detare dhe flotën ton luftarake detare. Së pari sinqerisht duhet shpreh emocionet e mia. Ndihem shumë i vlerësuar, ndonse kam marrë vlerësime të tjera, por ky vlerësim sinqerisht më emocionoi. Ma jep shoqëria ime, ma japin majnarët që kam punuar dhe kemi punuar së bashku, ma jep deti, njëkohësisht dhe më e bukur ma jep kavaja. Parafolësit folën gjëra gjatë për vlerët e detarisë kavajse. Unë kam shumë për të thënë faktikisht, por nga që relativisht kemi qenë pak larg, do doja që kryetari i bashkisë, para se dhe ta falenderoj për pjesëmarrjen, do doja t'i kujtoja që bëjmë mirë që të kujtojmë njerëzit. Se ngelemi anija. Anijet i kanë mbajtur njerëzit, i kanë mbajtur majnarët. Respekt për ata që nuk jetojnë dhe familjet e tyre që kanë përballuar vështirësitë e jashtëzakonshme, do thosha dhe të nisemi edhe me trashëgiminë, që kjo trashëgimini mos humbasi, por të vazhdoj. Kavaja ka prioritet të jashtëzakonshëm bregdetar dhe lundrimor. 1/10 e bregdetit të Shqipërisë është e territorit Kavajës. Ka kushte të mrekullueshme detare. Unë do të thoja që ma shkas gjithmonë nga jo nisma që mori dhe kryetari i bashkisë, për cilit shpreh gatishmërinë zoti kryetare dhe në mesnatës, unë jam gati me modesti të jap si thua kontributin tim në këshillat veçanta që na e jep profesioni. Duke ju falendëruar sinqerisht, ju thosha mirë takofshin dhe ndjeva kënaqësi të veçantë isha sot me juve. Certifikata e radhës jepet detarit Mehmet Ypi si kryemekanik në disa anije transoqeanike të flotës son dhe drejtues i sigurisë në Drejtorinë e Përgjithshme Detare. Është kënaqësi që të ndëgjoj emrat e atyre që u nderuan deri tani, me cilët unë kam qenë shok edhe mik për shumë vite. Kemi punuar bashkë, edhe i përshëndes gjithë të afërmit të atyre, edhe i uroj jetë gjatë, edhe t'i kujtojnë ato sepse kanë qenë njerëz të mrekullueshëm. Kontributi i atyre ka qenë i jashtëzakonshëm. Certifikata e radhës jepet detarit Fatmir Balla si kapiten inspikator në flotën ton tregtare dhe komandues i mjeteve të shpejta në flotën luftarake. Radhës jepet detarit Agim Berberi si kryemekanik i 10 anijeve të tonazhit të madh dhe të vogël, një punë që po vazhdon ende në moshë të madhe.
Certifikata e radhës i jepet detarit Besnik Deda si komandant i mjeteve të shpejta të flotës luftarake, kapiteni i portit të Durrësit dhe kapiteni i disa mjeteve të transportit civil. Certifikata e radhës i jepet detarit Metkala si kapitet me rezultate konkrete në flotën e peshkimit dhe si lundrues korrekt në flotën tregtare. Certifikata e radhës i jepet detarit Ibrahim Belba si kapiten me eksperiencë në flotën e peshkimit dhe në mjetet detare, anijet e shërbimit detar. Certifikata e radhës i jepet detarit Eqerem Biturku si elektromekanik në disa anije të flotës sonë tregtare dhe profesionist në çdo detyrim të ngarkuar. Certifikata e radhës i jepet detarit Idajet Gjylqeni si mekanik i aftë dhe me eksperiencë në anijet tona të transportit tregtar. Certifikata e radhës i jepet detarit Dilaver Menga si një marinar korrekt, rigoroz i sakrificës në çdo detyrë që kryente në anije. Hajde me Dilaver. Po. Certifikata e radhës i jepet detarit Shpëtim Lalaj si nostromo me eksperiencë dhe i sprovuar në detyra të vështira të flotës sonë tregtare. Certifikata e radhës i jepet detarit Ibrahim Canaku si marinar i vjetër, punëtor, i palodhur, njeri i sakrificës dhe i respektuar në çdo anije ku ka shërbyer.
Certifikata e radhës i jepet detarit Mihal Kote si marinar i kujdesshëm dhe zbatues rigoroz i detyrave që i caktonin e prorët në anija. Certifikata e radhës i jepet zotit Agron Kuci për mirënjohjen dhe kontributin dhe për kushtimin shumë vjeçar si mekanik në anijet e flotës sonë tregtare. Certifikata e radhës i jepet zotit Kadri Dakolli për mirënjohjen dhe kontributin, si ashtu dhe për kushtimin shumë vjeçar si mekanik në anijen e flotës sonë tregtare. Jo, e kam këtu. Fund fare tjetër nuk. Certifikata e radhës i jepet zotit Ylber Daiu, mirënjohje për kontributin dhe për kushtim shumë vjeçar si marinar në anijet e flotës sonë tregtare. Certifikata e radhës i jepet zotit Bexhet Berberi, mirënjohje për kontributin dhe për kushtim shumë vjeçar si radis në anijen e flotës sonë tregtare. Certifikata e radhës i jepet zotit Krenar Gjoni si menaxher i qendrës së trajnimeve profesionale detare oqeanik dhe vazhduesi i traditës së detarisë shqiptare. Të nderuar të pranishëm, tashmë ju ftojmë të njiheni me ekspozitën e përgatitur për këtë aktivitet. Në stendat tona janë pasqyruar anijet e flotës tregtare shqiptare ndër vite, duke filluar nga barkat prej druri, si dhe fotografi të ekuipazheve që kanë shërbyer në to. Në vend të veçantë zën 2 stendat kushtuar detarëve Kavajas, ku janë pasqyruar emrat dhe fotografitë e tyre. Ju ftojmë ta vizitoni ekspozitën dhe përmes fotografive të riktheheni në historinë e detarisë shqiptare dhe në kujtimet e brezave që i kushtuan një pjesë të rëndësishme të jetës së tyre detit, në tinguit e këngës së marinarëve që u konsiderua si himni i tyre. Ju faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen, për kontributin dhe për praninë tuaj. Gëzuar ditën e detarisë kavajase. Miropafshim dhe faleminderit. Gjithmonë për detin me to utoja
marinarët s'lumturin djeja on për brigjetar. Shto ditë do t'hirë një shtar